Edhe pse komuna e Tetovës premton se këtë verë do të përfundoj asfaltimi pjesës së dytë të bulevardit Blagoja Toska, banorët shprehen skeptik se kjo do të ndodhë. Thonë se premtime të tilla dëgjojnë më shumë se një dekadë, ndërsa punime ende nuk ka. Merë me e vëlle, motire që shumë kjo. 4 veta, ma shumë, kuj disa, një që gje e pronë që të e lartë. Refe, ja gje, do këtë që ka konë, te uta, krijetare, qetri nuk e di që i ka konë. Pjaterë, zbesoj, s'ma merë me një. Nisë do shtu dhe velosh, moshe që sot vëri. Se di veç t'ju gënjej, ndoshta do të bëhet, por të paktën 10 vjet po rri kështu. Deri në gjysmë është bërë dhe e lan kështu. Të jeni të sigurt se kjo s'bëhet. Është vështirë, nuk bëhet. Može da se završi ako se raščisti ova Sovje kućive ovde, sigurno nešto im je ovde blokirano. Kjo mund të bëhet nëse rregullohet me këto shtëpi, sepse ka edhe vetura që bllokojnë, por nëse rregullohet me ato 2 ose 3 shtëpi, mendoj se mund të hapet. Kjo varet nga komuna se si do ta rregullojë me pronarët. Pengesa kryesore për përfundimin e bulevardit Blagoja Toska ishin 2-3 banorë që kanë objektet afër rrugës dhe të cilat duhet të prishen. Komuna e Tetovës thotë se ka marrëveshje që të bëhet hapja e bulevardit dhe asfaltimi do të nisë javën e ardhshme. Momentalisht do me thonë me palët jemi marrëvesh, kemi rënë dakord që të bëhet hapja e bulevardit. Besoj që nga java e ardhshme Inspektorati Komunal do t'i menjanoj disa objekte të cilët pengojnë për hapjen e bulevardit. Këtë javë ju kemi drejtuar banorëve që ata vetë t'i largojnë atë mesazh që ka mundën. Në të kundërtën, javën e ardhshme do të asistoj edhe Inspektorati Komunal së bashku me policinë. Momentalisht do me thonë vetëm jemi dakorduar, ende nuk është bërë kompenzimi financiar. Besoj se deri nga muaji qershor korrik do jetë edhe hapja e tërësisht me bulevardit Blagoja Toska. Ndërtimi përkatësisht hapja e bulevardit Blagoja Toska ka nisur prej më shumë se 10 vitesh, por asnjëherë nuk u arrit depërtimi i tij në pjesën e lagjës Drenovec. Komuna e Tetovës vitin që shkoi realizoi 2/3 e projektit, ndërsa pjesa e fundit sipas komunës pritet të përfundojë brenda 2 muajsh.